Një nga kriteret e integrimit është dhe siguria ushqimore, për të cilën Bashkimi Evropian vë në dukje se jemi shumë prapa me planin. Të këtij mendimi janë dhe qytetarët shqiptar. Në çdo treg të ketë një ndroll, si nga ana e asaj produktit bio, që të dim se sa medikamente, ilaçe ka brenda, pesticide, edhe nga ato që vinë nga serat. Kështu që çdo treg duhet të ketë një laborator, domethënë që të certifikohet, pastaj të shitet. Edhe çmimi aty vendoset. Parë duhet të ndryshojë strategjia ekonomike dhe politike e vendit. Se pastaj etj dhe rrjedhimisht vinë në logjike, vinë gjërat e vinë vije. E kupton, po nuk ka stabilitet politik. Sipas tyre, qeveria duhet bëjë më shumë në këtë drejtim dhe nuk duhet humbas kohë. Ke marketi nuk e marrë shumë shtrenjtë. Po thau për ke fshatarët marr, blej. Fshatarët e kanë çik më të pastër. Kurse këto janë më të pastër produktet që shiten rrugë? Qumë shqipo, është pa skërmuar, është i mirë. Kurse që është shqip, marim në është qumë shplur. Në situatën aktuale, vetë qytetarët shprehen se kanë më shumë besim te produkti që shitet në rrugë nga fshatarët, se sa tek ato të paketuara. Por pavarësisht të gjithave, qytetarët besojnë se nëse rritet cilësia e kontrollit, atëherë ky do të jetë një kriter i realizueshëm përpara 2027-s.